Nik Tahirit nga Elevanca, Bedri Hamzës nga PDK-ja, si dhe Ermen Dëzemajt nga LDK-ja, duken të acaruar zotri Muja, një seancë e cila parashihet të konstituohet kuvendi, përfundon me një thirrje për kohë shtesë, teksa nesër është afati i fundit për konstituimin e kuvendit. Si i pat deklaratat e tyre? Po mendoj që kërkesa për një afat shtesë nuk duhet parë si qëllim vetvete, nëse ka mundësi që të arrihet një marrëveshje politike, mendoj që ishte desht me jap hapësirë një mundësie të tillë. Ande jemi brenda afateve kushtetuese, mendoj që sigurisht që qytetarët presin respektim të afateve, por qytetarët e kanë më të rëndësishëm formimin e institucioneve stabile të vendit. Ajo është më qenë qëllimi, jo po shihet televizia politike fiksimi strikt. Duket që kjo është edhe një presion, edhe një mundësi. Se s'ka lidhje konstituimi i kuvendit me çështjen e presidentit. Po ka lidhje sepse kalohet pastaj. Ka lidhje më pas, hyn në afate, mirë po. Pozita e parë të presidentit është përmend se një mundësi për t'ju dhënë lidhjes demokratike. Mendoj që ka lidhje sepse një prej ndoshta mund të them që ndoshta pozita e vetme e cila mundet më jap një partie opozitare në këtë rast kishte qenë pozita e kryetarit të parlamentit, sepse nuk besoj